Dhe padyshim se Allahu i lartësuar, krijuesi jon, është ai që më së miri e përshkruan moralin e të dërguarit të tij me shokët e tij. Ai më së miri e përshkruan këtë gjë. Dhe thot Allahu subhanahu wa taala në librin e tij, duke e përshkruar se si ka qenë morali i të dërguarit të tij me shokët e tij, thot: "Laqad manna Allahu 'alal mu'minin", me të vërtet Allahu i begatoi me një begati të madhe besimtarët. "Idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim", atëherë kur atyre u dërgoi një pejgamber nga vetvetja e tyre, sepse ishte njerë prej mesit të tyre, ishte njeri pra. E tash e tregon se si ishte morali i pejgamberit alayhis salam me shokët e tij dhe çfarë misioni dhe detyre kishte ai me shokët e tij. Thot: "Yatlu alehim ayatihi", u lexonte atyre ajetet e Allahut, u mësonte Kur'anin famlart, i edukonte me librin e Zotit, me librin e Allahut, dhe u lexonte atyre ajetet e Allahut subhanahu wa ta'ala. Wa yuzakihim, dhe i edukon, i bën tërbije, i mëson atë që është më e mira, dhe u ambjell moralet dhe virtytet më të larta. Kështu pra i edukonte pejgamberi alayhis salam shokët e tij, duke i lexuar ajetet e Allahut, duke i pastruar zemrat e tyre dhe duke i ngritur virtytet dhe moralet e tyre. Wa yuallimuhumul kitaba wal hikma, dhe u mëson librin dhe urtësinë. Me libër është për qëllim libri i Allahut, Kur'ani famlart, pra pejgamberi alayhis salam u mëson atyre Kur'anin famlart. Wal hikma, me hikme është për qëllim urtësia apo sunneti i pejgamberit alayhis salam. Pra pejgamberi alayhis salam u mësonte Kur'anin dhe u mësonte sunnetin e tij. Me fjalët dhe veprat e tij praktikisht u tregonte se si duhet të sillet muslimani dhe se si duhet ta kuptojë librin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Po ashtu në një ajet tjetër Allahu subhanahu wa ta'ala thot: "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum", juve ju ka ardhur një pejgamber prej mesit tuaj, azizun alayhi ma anittum, ati i vin rënd kur ju jeni në gjendje të vështirë dhe kur ju e dëmtoni vetveten tuaj me vepra të këqija. Kështu ishte morali i pejgamberit alayhis salam me shokët e tij. I vinte rënd kur shifte se ata mundohen për ndonjë çështje, apo se ata vuajnë për ndonjë çështje, apo se ata nuk janë si duhet në ndonjë çështje, i vinte rënd kjo pejgamberit alayhis salam, sepse u donte të mirën atyre pra. Harisun aleikum, thot, është i kujdesshëm për juve, mundohet për juve, sakrifikon për juve, u adon të mirën juve. Kështu ishte pejgamberi alayhis salam me shokët e tij dhe me muslimanët që do të vinë pas tyre, pra u adon të mirën atyre. Bil mu'minina raufun rahim, dhe pejgamberi alayhis salam po thot Allahu me muslimanët është i mëshirshëm dhe i butë. Kështu ishte morali i pejgamberit alayhis salam me shokët e tij. Në një ajet tjetër Allah subhanahu wa ta'ala thot: "Fa bima rahmatin min Allahi linta lahum", për shkak të mëshirës që zbriti Allahu në zemrën tënde, ti ishe i butë me ata, ja Muhammed. "Walau kunta faddan ghalidha al-qalbi lanfaddu min hawlik", sepse sikur të ishe i ashpër dhe i vrasht me ata do të largoheshin prej teje, nuk do të kishe sukses me ata. Pra morali i lartë i pejgamberit alayhis salam shkaktoi që ata të tubohen rreth tij, që ata ta pasojnë atë, që ata ta respektojnë dhe ta duan atë. Andaj kjo tregon se si ishte morali i pejgamberit alayhis salam me shokët e tij.